Për nxënësit dhe mësuesit, por në veçanti për drejtorin e Medrese Haxhi Shamia, dega vajzave në qytetin e Shkodrës, zoti Astrid Dervishi. Dita hënë ka qenë vërtet një ditë surprize bukur. Një ish nxënës i këtij, shumë vite më parë, në një fshat të thellë të Shkodrës, tashmë një emigrant i suksesshëm në Angli, ka qenë mysafir tek ish mësuesi i tij, por jo vetëm. Unë kam dhësinë sot që kam përsëri afër dhe më rikthehet sa braci, po me thënë të drejtën kam nostalgjinë e viteve më parë, po njëkohësisht edhe kënaqësinë që kam vërtetuar se inteligjentat, më thënë, do të shpërthejnë diku. Pra duhet vlerësuar, edhe vetëm nga primi duhet vlerësuar në shkollë, po dhe nga mësuesit, si kanë pas shansin me punu këto. Kështu pas një takimi vërtet mbreslënës në mes zotit Astrid Dervishi, drejtori degës së vajzave në Medrese Haxhi Shamia dhe zoti Esad Braçe, i njohur si gazetari i famshëm në emisionin Njerëz të humbur të Aida Shtinos, tashmë edhe në postën e kryetarit të shoqatës të Nën Tereza në Londër, njëkohësisht dhe drejtuesi një shkolle shqipe në Londër me afro 400 nxënës, është takuar edhe me stafin pedagogjik të medreses. Këtu drejtori Astrid ka prezantuar zotin Esad Braçe edhe si ish nxënës, por dhe në pjesëmarrjen e tij kontribuese për komunitetin e shqiptarëve në Lodër. Ndërkaq që vërtet stafi pedagogjik i medreses është ndjer mirë teksa është takuar me zotin Esad Braçe. Ndërsa në një intervistë dhënë në fund engas për televizionin Kopliku, zoti Esad Braçe dhe Astrid Dervishi vlerësuar këtë takim mjaft mbreslënës. Patjetër që ishte me të vërtetë një takim, ishte një surprizë, më të them, në jetës time, të vit vizitoj këtë shkollë kaq të bukur, këtë shkollë evropiane. U prita me dashamirësinë më të madhe nga drejtoria e kësaj shkolle, nga këshilli pedagogjik. Gjithashtu bona një takim me fëmijët e shkollës. Është një shkollë e cila ka një sukses të veçantë, jo vetëm në Shkodër, por në gjithë Shqipërinë. Një shkollë e cila duhet të jetë shembull për të gjitha shkollat këto në Shqipëri. Kështu që zoti Esad ishte një fëmijë shumë i mirë, shumë i gjallë, shumë aktiv, inteligjent, dhe gjithë familja e tij inteligjente, edhe ajo raca atje në fshatin Dobën. Por, më thënë të drejtën, unë tash kam një kënaqësi dyfishme, sepse nxënësi im rikthehet tek mësuesi vet. Dhe tashmë jena në pozita të barabarta, që të drejtojmë dy shkolla, një brenda Shqipërisë dhe një jashtë Shqipërisë, po të dy për të njëjtin qëllim. Dhe vjen një ditë, vërtet ndihesh i lumtur, jo vetëm për veten, por edhe për të tjerët. Dhe kjo i ka ndodhur mbasi në një moment interesant të jetës së tij, pas shumë vitesh punë si mësues në fshatra të ndryshëm të Shkodrës. Njëri nga pinjollët e arsimit në Shkodër është pikërisht Astrid Dervishi, drejtor tashmë i Medrese Haxhi Shamia dega vajzave në qytetin e Shkodrës, i cili ka hapur derën e syrës së tij me një dëshirë dhe satisfaksion të veçantë. Këtu ka tërkytur një ish nxënës, një dalosh i cili që atëherë dalloi për zgjuarsinë e tij. Është pikërisht Esad Braçe, djaloshi nga Shkodra, që banon dhe kontribon prej vitesh në Londër. Dhe natyrisht ky takim pas shumë vitesh, por tashmë jo si mësuesi me nxënësin, por dhe si kolegu me kolegun. Themi kështu, sepse Esad Braçe, si kryetari i shoqatës së Nën Tereza në Londër, ka edhe një shkollë për fëmijët shqiptar atje në Londër. Ndaj një binjakësim i ia vlen në mes këtyre dy shkollave. Unë vazhdimisht të kam urruar për bamirësitë. Një person që jeton në Shqipëri, po edhe në Europën. Jo vetëm mësuesi, por tonë familjen. Tonë familjen dhe mund ta mësuesi tonë drumit. Dhe i tonë shkollës. Dhe i tonë shkollës. Sepse ti jeni mësues tamam me një përvojë të madhe. Dhe një njeri që respektohesh. Jo vetëm në shkollë, por në gjithë Shqipëria, të respekton ty, familjen tënde. Dhe me thonë drejtën kisha emocione kur hyna këtu, sepse shumë herë kam dëgjuar Medreseja Shkodrës, thosha medrese. Thjesht, po kur futesh më anë, shikon jo në emocie. Ja, edhe e gjen vetin ngrohtë. Pra kupton tamam një shkollë evropiane. Gjithë nxënësit që dalin nga kjo shkollë, edhe në rrugë me po, ka një kulturë tjetër, ka një edukatë tjetër, edhe në rrugë të shikosh, japin atë edukatën se janë tamam vinë nga një shkollë, ose evropiane, ose nga një shkollë që është medreseja, që njerëzit me fjalë të nuk futet kushdo, nuk e ka kushdo këtë shanse. Në shkollën e Domnit ku unë kam punu gati 10 vjet, mendoj që është një mjemin aty që kishte nxënësat më të mirë, më inteligjent, dhe këtë e tregojnë edhe faktet,
sepse edhe një jetë sot, edhe me hapjen e Shqipnisë drejt Europës apo më gjanë, ky mjemen është bërë njoftën edhe në botë. Unë kam dhajsinë sot që kam përsëri afër edhe më rikthehet e sa braci, po me thënë të drejtën kam nostalgjinë e viteve më parë, po njëkohësisht edhe kënaqësinë që kam vërtetuar se inteligjentat, më thënë, do të shpërthejnë dikur, edhe erdhi koha që të shpërthejnë. Falenderoj Zotin që na krijoi këtë hapësinë, se kishim mujt me jetu përsi një vend mbush me tela me gjemba. Dhe pas kësaj bisede miqësore, radhën e ka patur një tjetër takim me stafin pedagogjik të medreses. Dhe ja drejtori i kësaj shkolle ka prezantuar para kolektivit Esat Braçen, edhe si gazetar i njohur i emisionit Njerëz të humbur, i cili bashkëpunon prej 8 vitesh me gazetaren tashmë të mirë njohur Aida Shtino. Ndaj dhe këtu biseda ka vijuar këndshëm. Ishtë ndamëzje Esat Braçe dhe punon për fëmijë shqiptar atje dhe lidhur me këtë problem, pra, me qenë se zoti Esati ka pas dhe nipa dhe mesa pranë kësaj shkolle me emrin Braçe ose Braci apo Braçe. Unë po ja lë fjalën Shëndetjet e komunitetit shqiptar në Angli. Besoj gjithë ju ndoshta keni njerëz në Angli ose në emigrim. Ju falenderoj shumë për punën tuaj të bukur, të mirë që bëni, ta marrni një punë e cila vlen për të vlerësu. Shkolla medreses në Shkodër, kemi dëgjuar shumë për medresen. Gjithashtu kemi njek nga afër dhe punën tuaj, me thënë se kemi pothuajse të njëjtën punë. Ju me të vërtet keni një punë të vështirë, sepse ti je mësues, duhet jesh e sot, duhet jesh të komunikosh me fëmijën, pra keni një punë mjaft të vështirë, por jo të paarritshme, sepse gjithë ju jeni të përgatitur. Puna ju i duket te pjesëmarrja e nxënësve që vjen duke u rrit çdo ditë. Te këto fëmijë kaq të mrekullueshëm që janë duke dalë nga durët tuaja. Gjithashtu ambientet e kësaj shkolle janë, duhet ta them, janë evropiane. Unë nuk kam pa në Londër shkollë në këtë gjendje. Nuk kam pa. Në nderin më të madh që jeni pjesë e kësaj shkolle, duhet ta vlerësoni shumë. Falenderoj përfundimisht zotin Esat Braçe, ish nxënësin tim, për këtë veprim human që bani në takimin me ju dhe për propozimin që i bani grupit pedagogjik. Dhe njëkohësisht i uroj punë të mira në punën e tij atje në Londër apo kudo tjetër që bashkëpunon me komunitetet shqiptare apo edhe me të tjerë. Ne falenderoj për ardhurën e tuaj. Faleminderit. Më pas, nxënësit e medrese Haxhi Shamia kishin mbushur oborrin e shkollës dhe të gjithë ndjenin kënaqësi për të takuar me Esat Braçen. Dhe këtu një fjalë, një mesazh interesant dhe me vlerë. Është zoti Esat Braçe, kryetari i mirë në emisionin. Dhe e kam konsideruar qysh në atë kohë një fëmijë inteligjent, një fëmijë që i xhixhillojshin syt, siç them unë shpesh. Dhe prej këtyre nxënësave kam pretenduar gjithmonë. Dhe ja, vjen koha sot që zoti Esati mas një emigrimit në Londër, krijimit të një fondacionit atje dhe të një shkolle për shqiptarët me një numër rreth 500 nxënësish, të cilin ai e drejton sot, ka ardhur në Shkodër dhe nuk lën pa taku të vetmen shkollë që i thojnë medrese. Sepse këtu ka pas edhe disa mesat vetat me emrin Braçe që janë shkolluar te kjo shkollë dhe vazhdojnë shkollohen. Jeni fëmijët më të bukur. Jeni fëmijët më të mirë. Jeni e ardhmja e vendit, e ardhmja e familjeve tuaja, sepse keni shansin më të madh që ju studioni në medrese në Shkodër. Askush nuk e ka këtë shans si ju. Prandaj duhet ta vlerësoni shumë. Duhet mësoni shumë. Gjithashtu duhet dëgjoni mësueset, se çfarë thonë mësuesat janë të gjitha të cilat nesër në jetë ju dalin përpara ju. Zotni Astritin unë e kam pas mësues. 8 vjet mësues. Sot unë kam vlerën më të madhe që jam përkrah me te. Dikur isha si ju. Edhe ju nesër kur të rriteni, do të bëheni edhe ju intelektual, do të bëheni doktor, do bëheni avukata. Dhe zotni Astriti ose nipat e tij do vinë në zyret tuaja.
Prandaj duhet ta vlerësoni shumë shkollën. Duhet vini në kohë në shkollë. Duhet mësoni, sepse ju dalloni nga gjithë fëmijët e Shkodrës. Unë ju falenderoj shumë për punën e mirë që bani, për mësimin. Atë zoti Brazi, sot keni organizuar një takim do thoya mjaft suksesshëm këtu në medresen Alishe Shamil në degën e vajzave. Një takim vërtet mbreslens apo jo? Patjetër që ishte me të vërtet një takim, ishte një surprizë, më të them, e jetës time, të vit vizitoj këtë shkollë kaq të bukur, këtë shkollë evropiane. U prita me dashamirësinë më të madhe nga drejtoria e kësaj shkolle, nga këshilli pedagogjik. Gjithashtu bona një takim me fëmijët e shkollës. Është një shkollë e cila ka një sukses të veçantë, jo vetëm në Shkodër, por në gjithë Shqipërinë. Një shkollë e cila duhet të jetë shembull për të gjitha shkollat këto në Shqipëri. Gjithashtu nëpërmjet këtij mesazhi duhet të bëj thirrje edhe familjarëve të tjerë, të bëj thirrje mësuesave të tjerë, të cilët ndoshta nuk e kanë këtë disiplinë sa e kanë këtu në këtë shkollë, që të mlidhen sa më shumë fëmijë rreth kësaj shkolle, të gjithë të mundohen sa më shumë pra që fëmijët të regjistrojnë në këtë shkollë, gjithmonë nëse këta fëmijë me fjalë plotësojnë standardet e shkollës, sepse shkolla ato nuk pranon fëmijë të cilët nuk janë të nivelit shkollimit ose fëmijë të cilët nuk i plotësojnë kushtet e shkollës. Prandaj që shpresoj që në kjo shkollë të jetë një shembull e të gjitha shkollave në Shkodër dhe në gjithë Shqipërinë. Falenderoj drejtorin e shkollës zotin Astaj Dervishi, i cili më boni këtë pritje mjaft të bukur, gjithashtu gjithë stafin e tij pedagogjik. Po, ndërkaq mund të thuash shkollazi diçka rreth organizimit të shkollës Sui Shqipe aty në Londër. Shkollat shqipe në Londër kemi rreth 450 nxënës, 500 nxënës, numri i nxënësve vjen duke rritur çdo ditë. Janë emigrantë shqiptarë të cilët kanë lindur në Londër, fëmijë dhe mësojnë gjuhën shqipe. Kemi një staf të specializuar edhe në Londër, pronojmë për përhapjen e gjuhës shqipe në Angli, gjithashtu me të gjitha aktivitetet e tjera kulturore sportive. Bëhet fjalë se edhe se jemi në Londër, kushtet e shkollës medreses Shkodrës ne nuk i kemi. Është vend i rrallë. Dhe së fundmi, prania juaj në këtë shkollë shfaqi më njëherë interes si gazetar i njohur i të gjithë shqiptarëve pikërisht për emisionin tashmë do thoya famoz Njerëz të humor. Diçka rreth punës suaj pikërisht për këtë emision që ju kontribuoni për ata shqiptarë të cilët tashmë ju keni dhënë vërtet kontributin edhe për të gjetur edhe në Londër. Fillimisht do të them që unë që nga viti 2000 dhe në vitin 2002 kam punuar si gazetar i Top Channel. Pastaj jam transferuar tek televizori Klan, Vision Plus dhe në fund tek TVSH-ja. Punoj me emisionin Njerëz të humor që 8 vite dhe punojmë për gjetjen e personave të cilët kanë humbur kontaktin me familjen. Kam një kolege mjaft të mirë, Aida Shtina, një staf të specializuar në Tiranë, të cilët punojnë 24 orë pa ndërprerje për të bashkuar këta njerëz me familjet e tyre. Është një punë humane që bëjnë. Nuk marr asnjë një pagesë për këtë, përkundrazi kam shpenzimet e mia sepse të lëviz 2-3 orë nga Londra nëpër qytete të ndryshme të Londrës është vështirësi, por me gjitha jemi shqiptar dhe duhet të na karakterizojë ajo ndjenja e patriotizmit. Unë nuk kam lind në Londër, unë jam vetë nga Shkodra, jam vetë që jam rritë në kushtet vështira ekonomike dhe mundohem që këto kushtet vështira ekonomike që jam rritur unë të ndikoj tek familjarët cilët sot kanë nevojë për mua, për të ndihmuar, për të bashkuar me fëmijët. Ndërsa drejtori Astriti ju ka kërkuar leje nxënësve dhe mësuesve të shkollës për t'i bërë një dhuratë të bukur në kuadër të 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Atë Dheut, kreu të shoqatës Nën Teresa në Londër, zotit Esat Braçe. Ka bërë më pas që kjo vizitë e shkurtër e zotit Esat Braçe në medresen e vajzave të përfundoi këtu në zyrën e shoqatës Istanbul. Edhe këtu një takim i ngrohtë dhe mbreslënës për të dy palët.